I dyti prej dy vetave, domthonë gjithmonë ka qenë pejgamberi sallallahu edhe Ebu Bekri. Ka qenë fillimisht i dyti në Islam, pastaj ka qenë me iman më i forti, në ahlak gjithashtu ka qenë i dyti, domthonë më njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në thirrje ka qenë më njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra i dyti. Pastaj në hijrat ka qenë më njëherë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dyti. Në Uhud ka qenë i dyti mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Hudejbije ka qenë i dyti mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në namaz, masi që është smu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka caktu Ebu Bekri në ka fal, ka qenë i dyti në varrosje, në varrim, është varros i dyti pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra në shtëpinë e Aishës, në dhomën e Aishës, në khilafet ka qenë i dyti, pra kjo thanje thneni nuk ka qenë vetëm në shpellën Hira, por ka qenë gjithmonë. Pra prezenca e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe gjithmonë pas tij, gjithmonë i dyti ka qenë në çdo rrethana dhe në çdo situatë. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë, thot nëse vendoset këtë imani edhe besimi i umetit në një anë të peshorës, edhe vendoset imani i Ebu Bekrit radiallahu ta'ala në një anë tjetër, ja u shkon anën. Në një formë natyrale, a ka ma i dallumi prej krejt njerëzit, edhe prandaj edhe me njëherë e kanë besatu.